27 institucione të arsimit publik dhe privat, si dhe sipërmarrje të ndryshme, prezantuan ofertat e tyre për të rinjtë në edicionin e radhës në panejirin Work and Study, që u zhvilluar në Pallatin e Sportit të Shkodrës, Qazim Dervishi. Qëllimi kryesor i këtij eventi është që të sjellë ofertat më të mira të universiteteve publike dhe private me zbritje. Pra, nëse maturantët regjistrohen gjatë kësaj periudhe, ata mund të përfitojnë zbritje sepse përdije nuk është asnjëherë pak. E veçanta e këtij panajiri është se për çdo vit në të gjithë qytetet e Shqipërisë ne shkojmë me stafet më të mira akademike. Pjesë e panajirit ishte dhe Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi, ku prezantoi ofertën akademike për maturantët. Këtë vit akademik, pra viti 2026-2027, ka një ofertë më të zgjeruar akademike, pa diskutim në të 3 ciklet e studimit. Ne kemi në total 74 programe studimi, me shumicën në këtyre programeve në bachelor. Risia këtë vit do jetë, besoj që në tetorin e këtij viti ne do kemi edhe programe që do t'i ofrojmë në gjuhë huaj, në gjuhën angleze. Për shembull, trashëgimia kulturore. Tashmë e licencuar dhe është gati për t'u bërë aktiv në tetorin e këtij viti në 3 gjuhë. Në gjuhën shqipe, në gjuhën italiane dhe në gjuhën angleze. Oferta është më zgjeruar në ciklin e 2 të studimeve, përveç zgjerimit të ofertës akademike, një dimension tjetër këtij institucioni është edhe përpjekje për ndërkombëtarizim. Krahas politikave të universiteteve për tërheqjen e maturantëve, vetë të rinjt janë mes dilemës nëse duhet të qëndrojnë në Shqipëri apo të studiojnë jashtë vendit. Besoj se ardhmja ime do të jetë fillimisht në Shqipëri, ku do të vazhdoj studimet në një degë të mjekësisë. Më pas besoj që do ikja shtetit për një të ardhme më të sigurt. Tash nuk them se Shqipëria nuk i ka alternativat e mira, ka e shkollat mira, universitetet mira, por është një alternativë më mirë personale imja që është kriju domethënë për jashtë shtetit. Përgjithsisht kemi ardhur të shohim në përgjithësi domethënë si universitete, por duke pa edhe aty ku kemi interesin tonë, si për shembull tek degët e mjekësisë, që është laborant dentar, që unë kam marrë për të pa dhe u fokusuar më shumë tek Universiteti Alden, fokusohemi aty ku kemi interesin tonë, domethënë. Sapo mora për inxhinieri teknologjike, sapo mora dhe informacion në një nga universitetet tani. Edhe do shohim. Organizimi i panajirit erdhi si bashkëpunimi i universiteteve, zyrës së punës, asaj të arsimit dhe dhomës së tregtisë.